Është teta sirian, ishte shumë fanatik, u vesha, u mbulova, pastaj filloi nga xhelozit, nuk më linte në asnjë vend, nuk dilja, u largova nga shoqëria dhe nga njerëzit e mi familjar. Se ma thoshte gjithmonë që hajde ikim atje, po unë kisha shumë frikë se është akoma luftë. I kërkoja ndarje, që dojet më ndaje dhe unë të morën fëmijët. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Greqi, do të lidhemi me një nën, pikërisht me zonjën Vjollca, 37 vjeçare, nënën e 2 fëmijëve të vegjël, të mitur, ku ka më se 3 muaj që është ndarë nga fëmijët pasi partneri i saj sirian i ka marrë dhe është larguar drejt Sirisë. Por çfarë ka ndodhur pikërisht mes këtij çifti, unë do të hap dritarin dhe do e ftoj më një herë zonjën Vjollca. Vjollca, përshëndetje. Përshëndetje, zëmi. Më ke telefonuar dhe je shumë e shqetësuar. Të tregoj si jam njohur në bashkëshortin apo si kam marrë, ta filloj nga ditën që më mori fëmijët. Problemi që nga me bashkëshortin ka marrë fëmijët. Po, më ka marrë fëmijët. Edhe është teta sirian, nuk është teta shqiptar ose grek. Jetoj në Afin. Atëre, do të pyes si e njohur me këtë shteta sirian? Jam njohur në Afin, si fillim u lidhëm, u dashuruam dhe u martuam. Mbas martesës kemi 8 vjet që jemi bashkë, 7-8 vjet. Bëra djalin e madh, që është 5 vjeç. Po. Edhe i vogli 3 vjeç. 2 djem. 2 djem, po. Po. Si fillim ishim mirë, pastaj filluan sepse ishte shumë fanatik, u vesha, u mbulova. Ai ka qenë ishte musliman. Po, musliman, po. Si fillim ishim mirë, pastaj filloi nga xhelozit, nuk më linte në asnjë vend, nuk dilja, u largova nga shoqëria dhe nga njerëzit e mi familjar. Por pse kjo xhelozi ka që madhe sa të ka ndarë dhe nga familja? Po, thjesht më vinin në shtëpi më takoni, nuk mund të dilja unë. E dashur Vjollca, ti e njohur më the me shtetasin sirian, si quhet? Abdul Rahman. Abdul Rahman. Po, Al Zakaria. E qartë, ai ka qenë emigrant si puna juaj në Athinë. Po, ai ka fituar dokumentat nga anën e tyre që është me azil. E qartë, ka kërkuar azil në shtetin grek për shkak të problemeve që kanë në atë vend. Po, ishte leje qëndrimi, po nga azili dhe një pasaport. Sa vjeç është babai i fëmijëve? 33. 33. Jena se njashtë. Ndërsa ju sa vjeç jeni, e dashur Vjollca? 37. 37 vjeç. Ndërkohë ti u njohe përpara 7 viteve kur ke qenë 30 vjeç. Po. Ka qenë një njohje me dashuri, je njohur po aty. Po. Por Me dashuri. në momentin që u njohët niset me njëherë bashkëtesën? Tak më vonë. Si ka qenë fillimisht bashkëtesa me këtë shtetas sirian? Si fillim ishte mirë. Pastaj filluan avash, nuk më linte të dilja, nuk më linte të visqesha, kështu filloi. Por ai është musliman. Po, është musliman. Pastaj kur kërkoi që të venim tek njerëzit e tij në Turqi, më kërkoi të visqesha, sepse kanë tjetër kulturë, nuk mund të më shikonin mua kështu. E qartë, dhe në momentin që të kërkoj që të vije atë i xhaben, si e prite? Ju vetë muslimane jeni? Muslimane jam, po nuk e praktikon. Jemi në kaq sa janë këta. E qartë, pra bashkëshorti juaj, ju keni bërë martesë ligjore apo vetëm bashkëtesë? Do arim atëherë atje bashkëtesë si fillim, martesa është bërë në Turqi me një letër nga Hoxha që nuk njihet. Funksionon fare. Ligjërisht nuk njihet. Funksionon fare. Si fillim ishte kjo. Pastaj kur unë mbas një viti isha shtatzane me djalin e madh,
Kur lindi djali, ai dha aktësinë djalit, po fëmijët unë i kanë me dokumenta shqiptare. E qartë, sepse ti nuk ke një martesë ligjore, ke bërë një martesë në xhami që nuk njihet ligjërisht. E njohin vetëm komuniteti musliman. Po, do arrim deri atje. Unë i kam regjistruar fëmijët në Shqipëri. Të dy djemt. Të dy djemt, pasaportat i kanë shqiptare. Po. Edhe kemi letra e qëndrimit këtu në Greqi. Dokumenta tamam. E qartë. Edhe të parin dhe të dytin. Më mbas, kur tani që iku, që po kërkoja dokumentat, gjeta një letër që e ka bërë dhe me thënë që unë me firmën nuk kam vënë firën, një avokat të vëj firmën time në çdo lloj letre duhet. Ai ka bërë një prokur falso që të nxjerrë fëmijët nga Greqia, sikur ja ke dhënë ti të drejtën. Jo, një sekond. Me këtë letrën ai ka bërë një celebrim në xhami këtu, se tani ka dalë ligji këtu, që bëhet celebrimi këtu në xhami, edhe nga xhamia atë letrën e ka përkthyer greqisht edhe e ka regjistruar këtu tek gjendja civile këtu. Në shtëpi, përveç kësaj letrës të avokatëve, gjeta dhe certifikat martesore. Certifikat martesore, po? E ka bërë këtë besoj me plan, sepse unë pas pak vitve, kur linda dhe të dytin, filluan në zënkat më shumë, sepse ishte shumë fanatik, unë i qoja fëmit, i qonë të ai fëmit më saktë në shkollë, nuk më lindë asti, qoja asti merja. Fillon që nuk në nëzirte për jashtë të argëtonim fëmit. U smur më shumë anën psikologjike. Se jam e humbur tani, po dridhe me tëra. Të kuptoj. I kërkoja ndarje, edhe më kërcënonte që tipo unë dave nga mua, unë do të marrë fëmijët dhe do iki. E dashur, më lejo të bëj disa pyetje. E kuptoj që je shqetësuar, se po qanë dhe është normale. Ish partnerit ka marrë 2 fëmijë dhe nuk dihet se ku mund të ndodhet me fëmijët. Jo, e di ku janë në këtë momente, unë i kam bërë të gjitha këtu. Ku ndodhen? Kam ikur që në datën 13 janar. Po? Unë flisja me atë ditë, se unë e dija që fëmijët ishin në Kopësht. Çfarë vendi ndodhen aktualisht? Në Siri janë në këto momente, e di vendin ku janë, në Siri se më ka marrë në telefon. Kam lidhje me njerëzit të atit. Flisja atë ditë, 13 janarit të mëngjesit, unë flisja me të. Ai vajti çoj fëmijët në 8 e qerek, ka dalë nga shtëpia, në 8, më fal, në orën 8, edhe i djali vogël e ka kopshin poshtë shtëpisë, nuk e ka shumë larg. Kurse i madhi e ka një çik më larg. Ai bëri atë që vajti 10 minuta edhe u kthye prap lart në shtëpi. Në më kohë unë isha bërë gati sepse duhet të shkoja në spital, sepse vuaj nga veshkat. E qartë. Unë po e prita për këtë gjë. Ai hypën lart edhe e pash ishte i nxituar, po thash me që është fanatik xheloz nuk më linte, thash nuk do të më çojë në spital si gjithmonë, siç e ka bërë. Mori një job që kishte për të paguar për makinën. Po. Edhe për të kaluar, për të paguar një gjë tjetër prapë për makinën, tha do paguaj këto dhe do kthehem, nuk vonojmë. Edhe unë flisja në kohë me mesazhe. E qartë. Edhe më thoshte, jo ka njerëz, jo tani mbarova këtu, do shkoj të paguaj ato tjetrën. Deri në orën 5, unë kam folur, jo më falë, në orën 4 unë i shkruaj që po shkon, mbarove punë, po shkon të marrësh fëmijët, po tha tani po shkoj. Vajti ora 4:30, se atë ditë ishte shumë shi, vajti ora 4:30 dhe i thash që ti këtë gjë, ku je tani, sepse po bie shi jam në merak, po vemi të marrim diçka të hajmë, dhe do kthehemi në shtëpi. Po. I marrë prapë në orën 5, ishte mbyllur telefoni, ma mbylli telefonin. E fiku? E fiku fare. Dilte i fikur dhe direkt thë mora vllajën e tij. I thash, ke folur gjë me vllajën tënd? Jo, thaj.
Pse? Njerëzit i ka në Greqi, vllajin e ka në Greqi? Jo, i ka të gjithë jashtë shtetit. Kur themi jashtë shtetit, I ka ca në Turqi, ca në Siri, ca në Arabi Saudi, në gjithë botën. Po ka dhe në Siri aty ku është tani. Po. Më tha, jo s'kam folur, pastaj marr kopshin dhe i them, çka nuk ka ardhur burit marri fëmijët, më tha që jo, nuk ka ardhur sot. Nuk i ka sjellur fëmijët. Aty kuptova që i ka marrë fëmijët. Pra, atë ditë ai të ka gënjur dhe nuk i ka çuar fare fëmijët në kopësht, i ka pasur me vete dhe ka qenë duke udhëtuar. Po. Por nga ai moment telefonin ai e fiku dhe ti suli dhe dot. E fiku dhe nuk e hapi më. Në atë moment direkt të marr mamin edhe ikim në polici bëj denancimin. Po. Që buli më ka marrë 2 fëmijë dhe nuk e di ku ndodhet. Nëpërmjet policisë verifikove që ai nëpërmjet policisë greke aty në Athinë, verifikove që ata kishin dalë jashtë territorit të Greqisë? Jo, sepse ai nuk ka dalë me dokumentat, se unë dokumentat i kam në shtëpi të fëmijëve. Por si ka dalë ai nga Greqia? Ai ka dalë pa lishme. Me sa kuptoj unë, nga anë Greqi Turqi ka kaluar. E qartë, por pas sa orëve apo ditëve ti arrite të lidheshe me babain e fëmijëve dhe mësove që ata kishin ngritur në Siri? Kaloj, afërsisht 1 muaj. 1 muaj, dhe ishte ai që në një kohë më flisja me njerëzit e tij dhe më thoshin që janë mirë vetëm kaq, kupton? Por nuk të tregonin vendin se ku ndodhesh. Jo, sepse ishin rrugës, sepse ka bërë shumë orë me makinë, se ai ka kaluar pa ligjme, nuk ka kaluar tamam, në kufi ose me falso ose me tani nuk e di, po me sa unë e kuptoj këtë gjë, si policia këtu më tha që nuk ka gjetur gjë. Po, nga ka kaluar në anë këmbësore, me këmbë. E dashur Vjollca, sido që t'jetë, pasaportat e fëmijëve kanë qenë në shtëpi, dokumentat në shtëpi. Ai në mënyrë ilegale ka dalë nga territori i Greqisë, sa i ka pasur dhe makinën, pra ka udhëtuar me makinë. Po. Dyshoj se ka hyrë në Turqi dhe më pas në Siri. Më fal, e kam denoncuar dhe makinën. Edhe policia më tha veja ditë për ditë. E kam bërë edhe zhdukjen te Kamogilo Dupedio, e kam nxjerrë në Alter. Në emisionin Alert. Alert, bravo. Mbas datën 13 kam bërë zhdukjen dhe datën 23 është bërë, datën 13 kam bërë denancimin. Dhe datën 23 është bërë zhdukja e fëmijëve. Janë shpallur të zhdukur, të humbur fëmijët. Të humbur. Si fillim janë shpallur të humbur. Më fal. Si fillim janë shpallur të humbur, pastaj janë shpallur që janë, se të ta shpjegoj, dhe me thënë që i ka marrë jati, po janë në merak, se nuk dihen a janë mirë apo jo. E kuptoj. Me thënë i ka rëmbyer. Rëmbim quhet. Një Rëmbim. Një baba që i ka nxjerr fëmijët në mënyrë ilegale nga vendi ku jetonin, pa njoftuar nënën, quhet rëmbim. Ai ka rëmbyer fëmijët dhe pse mund është babai biologjik. E dashur Vjollca, pas 1 muaj ai të telefonoi dhe ti mësove që fëmijët e tu. Më një video më saktë nga telefoni i vllajit që ka në Siri, që unë flisja me të. Po. Mësove një video që unë dëgjova zërin fëmijëve. Dhe pas më pak më mori në telefon. Në atë video çfarë thoshin fëmijët? I fliste ai, jo se më flisnin mua fëmijët. I fliste ai. Dhe çfarë komunikonin në atë video? Çfarë dëgjove ti? Që fliste që bën Muhamet, djali i madh ka emrin Muhamet dhe i vogli ka Omar. Omar, po. Që bën si jeni mirë, kaq. Ju dëgjove zëri fëmijëve pas 1 muaj. Zëri si fillim. Më vonë, kur më morën telefon, i thash dua të flas me fëmijët, nuk dua të flas as pak me ty. Fola me djalin e madh dhe gjëja e parë që më tha djali, më tha që ma ne ecëm shumë orë me makinë. Ecëm shumë orë me makinë dhe na u lodhëm
ti mami merr dokumentat, i ka gënjur më saktë fëmijët, i ka gënjur dhe i ka thënë që mami do vi më vonë, sepse unë që vuaj me veshkat, nesër jam për të ushtruar në spital dhe do heq veshkat të hënën. Dhe i ka gënjur këtë që ma përsmu dhe kur të marrën të kthehet tek ne. Kjo. Unë të uroj të shkuara dhe të uroj që të shkoj shumë mirë operacioni ditën e hënë që ju e keni. E dashur Vjollca, por ti fole me djalin e madh, sa minuta fole, çfarë të tha tjetër Muhamedi? Më tha këtë që mami, ti merr letrat e babit, merr avionin dhe hajde tek ne. Edhe si fillim në që ata janë fëmijë, nuk dua që ti rëndoja më shumë, se është shumë lodhje kaq ditë, ka bërë shumë ditë. Imagjinoj po të ikësh pa kaluar kufiret, t'ja ishin lodhur shumë fëmijët. Edhe i thash mirë mami, sa të bëhet mami mirë, do vi mami tek ju. Por me djalin e vogël fole? Edhe me djalin e vogël pas sa kohësh, sepse ai më kërcënonte akoma, më thoshte që unë prandaj ta bëra këtë gjë sepse ti nuk më deshe më, ti doje të më ndaje dhe unë të morëm fëmijët. Të mërshme. Pastaj vija te policia këtu dhe më thoshte që nën kohë flisja dhe me kamogilotopediu, me atë alert. I thash policisë që unë e di shumë mirë që ai e ka marrë rrugën për atje, se ma thoshte gjithmonë që hajde ikim atje, po unë kisha shumë frikë se është akoma luftë atje. Pra, të ka kërkuar partneri që të vini të jetonit në Siri? Po, më ka kërkuar dhe më përpara, më kërkoi dhe tani. Dhe unë e gënjeja, dhe me thonë, kisha shpresë mos bënin diçka greku këtu dhe ambasada, se ne kemi bërë edhe në ambasadën greke që është në Siri. Po. Kam kërkuar ndihmë. Që fëmijët më kanë vinë, faktikisht kam gjetur një avokat që ai avokatis më ka bërë asgjë, më ka lënë 3 muaj. Prit. Dhe akoma s'ka bërë asgjë. Unë vetë u detyrova dhe mora ambasadën greke, se prisja përgjigje nga avokatë më thoshte që nuk të kam kthyer përgjigje. Mbusha kartën dhe mora vetë në telefon, jo nga emaili, që mos të prisja, thash me emailin, afu nuk po kthejnë përgjigje, se kisha besim tek avokati, nuk po kthejnë përgjigje nga avokati, do kthejnë mua në mail. E more vetë ambasadën në telefon? E mora vetë ambasadën edhe fola. Si fillim i thash përshëndetje, si mirë, jam një nën që ka dërguar avokati im letrat tek ju, që më ka marrë bashkëshorti 2 fëmijë dhe është në Siri, thash. Jam shqiptare, ai është sirian dhe jeton në këtë vend. Në çfarë vendi të Sirisë? Me Jadin quhet. Derezor është fshati i tij. Derezor. E qartë. Do ju dërgoj dhe dokumentat, domethënë pasaportën që kam të atij. Po. Edhe si të më tha që të bëjmë të pamundurën, më tha mua, thuaj avokatit të më çojë dhe një email tjetër që të shikoj prapë. E di tha si rast, tha, që ka folur avokati si fillim, tha, në datën 23. Unë kisha bërë edhe një, jo denancim, zhdukje tek ambasada siriane këtu në Greqi, në Athinë. Në Greqi. Ma dhanë ata 2 letrat, unë ja dërgova avokatit, tani unë besoj që avokati nuk ka dërguar asgjë. Sepse kur fola me këtë gocën që punonte te ambasada siriane, më tha në Greqi, më tha që avokati nuk ka dërguar asgjë. Datën 24 mars ka dërguar letrat. Me tha nga janari, avokati s'më ka bërë asgjë. Më vjen keq Vjollca. Isha në pritje, me shpresën që mund të bënin diçka, sepse kanë mundur nga Greqia. Kanë lindur në Greqi. E dashur Vjollca, e kuptoj përpjekjet që ke bërë, ke marrë një avokat i lidhur me ambasadën për të rikthyer fëmijët. Edhe greke më thanë që nuk mund të ndihmojmë dot, sepse si fillim më tha, do të bëjmë të pamundurën. Pastaj më thanë që nuk mundemi sepse ti nuk je shtetas greke. E dashur Vjollca, nga data 13 janar që bashkëshorti iku me 2 fëmijë dhe mbriti në Siri, ti sa herë ke folur me fëmijët?
herë mi vënd dhe herë s'mi vënd, them të drejtën, sepse ai është martuar atje. Ka krijuar një tjetër marrëdhënie. Po, ka krijuar, ka bërë martesë, edhe më ka thënë këtë gjë që me që i ka marrë vesh, unë kam bërë denancimi dhe këto. Si fillim unë i thosha, nuk ja pranoja këtë gjë, që e merja me të mira, sa të flisja me fëmijët, që i thosha unë do vija aty tek fëmijët e mi, edhe do bashkohemi bashkë, se prisja nga avokati dhe nga shteti këtu që mund të bënte diçka, dhe me thënë sa që të flisja sa mundesha me fëmijët. E qartë. Pastaj ai e kuptoi që unë po kalonin ditët, edhe e mbyllte telefonin. Por si e zbulove ti që ai është martuar atje, ka bërë një martesë? Më kanë thënë njerëzit e vet, nuset e vëllezërve. Edhe vetë ai e pranoi. Por u martova thot për nën që të kenë nën fëmijët. Kur unë jam gjallë, i thash, fëmijët e mi nuk do kenë asnjëherë një nën tjetër. Sa të jem unë gjallë dhe bëj të pamundurën që të bashkohem me fëmijët e mi. Edhe bëra këtë që i thash unë do të bëhem mirë edhe unë do vi tek fëmijët e mi. Sepse ai e di problemin që ti ke me shëndetin që vuan nga veshka. Por njerëzit e ti, çfarë të thonë për fëmijët? Të paktën janë mirë, janë të sigurt? Fola dje me motrën e ti dhe i thash të lutem, do futem nesër në spital, dhe të hanëm kam operimin, të lutem, të më vë fëmijët. Okej, dakord, ka krijuar familje tjetër. Si është unë do të flas me fëmijët, mos të më flasi, ka bërë që ka bërë, nuk kanë faj fëmijët, ai këtë gjë e bën punë egoizmi dhe të më bëj keq akoma më shumë të më harojnë fëmijët. Kupton? Edhe unë ka vajtur dhe tek ambasada shqiptare dhe më thanë që nuk mund që ndihmojmë dot. E dashur Violeta, por e kuptoj që ndoshta ai ka qenë xheloz, por mënyra se si po hakmerret që të ka ndarë nga fëmijët, ka një motiv. E dinte shumë mirë që unë e bëri për hakmarrje, se e dinte shumë mirë që unë për fëmijët jetoja me të kohët e fundit. Ria për hir të fëmijëve, nuk e kisha fuqinë që unë të ikja nga ai. Të gjithë njerëzit e mi më flisnin, i largova njerëzit e mi, unë atë dua i mirë keq që shpo të bajtë me të mi thosha, për hir të fëmijëve. Kupton? Edhe këtë gjë e përfitoj. Por për gjatë këtyre 3 muajve, besoj shumë pak herë ke folur me ish partnerin tënd. Besoj e ke pyetur që pse ma bëre këtë gjë. Është të flas me atë njeri, sepse ai kudo që unë të flas, unë i them që të flasim për fëmijët, nga momenti që ti ke krijuar, u bë çfarë është bërë, mund të flasim për fëmijët. Po, se ju lidhi... E bëri këtë gjë të keqe, për çfarë arsye unë mund mos të flas me fëmijët e mi? Dhe çfarë të ka thënë? Domethënë si është justifikuar? Gjëra jo të bukura. Që do të thotë çfarë? Dhe me thënë, aty nuk është jetë në Greqi, unë jam musliman, ti do t'i bësh fëmijët krishterë, sepse fëmijët ishin për kopshte, edhe nuk lejon të bënin ditëlindje, ose kur kishin festa në shkollë, edhe unë ndjesha keq që fëmijët nuk kënaqeshin nga këto gjëra. Edhe mundohem që sa mundesha t'i blija gjëra në shtëpi dhe të loznim të bënim, se as nuk i nxirrte më. A ishte një musliman i devotshëm që falej 5 herë në ditë? Po, falesh 5 herë në ditë dhe ja thash dhe këtë gjë në telefon, që ti falesh, është gjë e bukur kjo që bëre, që ma bëre kështu, unë që kam dhënë gjithçka, humba gjithçka, bëra 2 fëmijë me ty, edhe kjo thuhet në Kur'an që ti të marrësh 2 fëmijë nga xhirin, po ta kam thënë 100 herë, tha që ti nuk doje të vije, unë nuk doja të jetoja më në Greqi. Ti je evropiane, nga gjëra më të ndryshme, dhe i thash tani e kuptove që bërëm 2 fëmijë, çfarë kanë fëmijët? Çfarë kanë fëmijët? Atje është një jetë shumë e keqe. Por mirë që i ka marrë dhe të ka ndarë nga fëmijët, e dashur Vjollca, por ai nuk t'i las në telefon që ti të flasësh me ta.
Po, kjo është që je kam thënë ti krijove e bën për akmarrje sepse ai këtë gjë unë kam kuptuar që të vetë të shkoj unë atje tek ai, prandaj e bën këtë gjë. Por ai është martuar, e ka krijuar tani një familje dhe sepse ata e kanë traditë të ndryshme dhe ai e di shumë mirë që unë ja kam thënë ti vërtet ke traditat e tua, të kam plotësuar ca tradita, po deri aty unë nuk e lejoj që ti të martohesh kur ishim bashkë në shtëpi. Sepse muslimanët mund të marrin nuk e pranoj. Dhe një grua të dytë. Nuk e pranoj këtë gjë nga momenti që ti do martohesh me dikë tjetër, jo 1 dhe 2 dhe 3 fëmijë, po 10 fëmijë, vazhdo jetën tënde. Fëmijët do t'i shikosh, i thosha. Por pse? Ti takosh, do t'i lejoj. Në këto kushte në të cilat para se të ikte kjo gjë, para se të ndodhte kjo gjë. E qartë, por në këto kushte në të cilat ti ndodhesh, që ai të ka marrë fëmijët, është martuar në Siri, ta kërkon që hajde, domethënë të quan gruan e parë? Po, akoma gruaja ime je, thot. Domethënë kur flitshim, është të mërshëm, po. Mua s'më intereson kjo, mua më intereson fëmijët, sepse unë e di shumë mirë ku janë, ku është vendovja, si mund të veprojmë. Do flasim dhe më vjen keq sepse nuk je nëna e parë që këto histori ndodhin kur martohen me shtetas të huaj, sirian apo në Marok që marrin fëmijë dhe largohen. Shumë histori më janë denoncuar dhe janë histori raste shumë të vështira realisht. Duhet jetë ai që të bindet dhe të ndërgjegjësohet që ata fëmijë t'i sjellin pranë nënës. Ai nuk bindet, të dish, më thotë që unë e di shumë mirë, thotë që ti e ke bërë të gjitha këto dhe pret që unë të kapem, thotë. Po fëmijët janë këtu, thotë dhe më falenderojnë që unë I mora ka juve aty, thotë, sepse të marrin rrugë të keqe. Më mirë të marrin rrugën e muslimanëve. Çmenduria atit. Mirë, një musliman I devotshëm nuk është nevoja të bëhet në Siri apo në Turqi, bëhet kudo, në fund të botës të jetë. Një njeri që I ka ato parime dhe nuk është kjo filozofia që kanë muslimanët dhe ish partneri juaj. Por mirë, nëpërmjet familjarëve, motrave të tij, ata kanë zemër, nuk kanë zemër, nuk e di, ju kam lutur sa s'ka ku të shkojnë në nëna vet. Nuk I flasin të vllajt? Nuk e di se çfarë bëjnë. I thash dje motrës, I shkruaj ta me zë, se flas pak arabisht, po nuk flas qartë, kuptoj. Thash të lutem, unë do futem në operim. Të lutem, do të dëgjoj zërin se është operim I vështirë. Ja dërgova vllajt, edhe nuk më ka kthyer përgjigje. Të vetme gjë që më tha, mos u ngatëroni se e di vetë se çfarë bëj. Por ti njerëzit e ish partnerit I ke takuar ndonjëherë në jetën tënde apo thjesht vetëm ke kur kam qenë në Turqi, siç u thash. I ke takuar? Po. Pra ata po nuk ndërryn, janë njerëz që nuk ndërryn, nuk janë si ne që I flasin. Tani nuk e di se çfarë mund të bëjnë. Edhe nëna ti nuk e di. E dashu Vjollca, për herë të fundit kur ke folur me 2 fëmijët? Sa kohë u bë që nuk e folur? Gati 15 ditë, mos më. 15 ditë, 2 javë që nuk e folur? Po, mos më. Dhe çfarë të thanë në telefonatën e fundit 2 fëmijët? I mami të qenë të drejta, nuk e di, nuk më flet, se është tip më I mbyllur se sa I vogli. Dhe erën e fundit që foli u afrua dhe besoj për këtë gjë e bëri, sepse mu afrua janë I madh, vetëm I vogli më fliste më shumë. Mami të dua shumë, mami unë jam mirë, unë e haj bukën të gjithë, këto. Të dua shumë, si që kem dhe unë. Këto. Janë të veqë, kurse I madhi po e përjeton nga brenda këtë gjë. Flet vetëm nëpërmjet zërit apo I shikon dhe me kamer, të lejon? Me kamer I kam parë, me kamer edhe më shikon, nuk do të më shikoj në sy I madhi, vetëm më hedh syrin kështu, kupton? Nuk do të më flasim, mase I ka folur keq, ai dëgjon ose ban atë që I thashë në fillim, mami do vi sa të bëhet mirë, edhe thot mami na haroj, nuk e di, nuk mund. Fëmijët I ka çuar në shkollë apo nuk? Jo, se mërë atje është jetë shumë skandaloze. Nuk e di tani ku janë, a janë mirë, nuk e di. E kam shkuetur dhe nga telefoni mamit, se mua më ka bërë blok.
Po, Edhe nuk i ka hapur mesazhet fare. e dashur Violeta, por ai iku në një lloj forme dhe nuk të njoftoi. Ti nuk e prisje këtë gjë që ai do ta bënte? Jo, nuk e di, më kishte mbyllur komplet, isha e mbyllur, nuk e di as vetë, unë nuk e prisja nga ai, domethënë e thosha që ai nuk mund ta bëj dot këtë gjë. Por ju kohët e fundit, se ti më tregove që bashkëtesa juaj ka qenë mirë në fillim, por kohët e fundit filloi të kishit konflikte. Fillova më shumë zëngat, domethënë 3 muajt e fundit ne ishim shumë keq. Po, Ishim shumë keq 3 muajt e fundit. Edhe ai më merrte me të mira që të bënte programet e tia më sakt. planet e ti. Sepse unë i thash që nuk jemi në të dy. Fëmijët do t'i mbaj unë, t'i vazhdoj jetën tënde, fëmijët janë të tutë. Pra, ti në një farë mënyre po i kërkoje ndarjen. Kërkoja të ikte nga shtëpia. Kërkoja ndarjen. Çfarë po të shqetësonte tek ai person, se e ke dashur fillimisht? Apo thjesht fakt? Dash më shqetësonte se faktikisht filloi nga shëndeti im edhe nga që nuk nxirrte fëmijët më, nuk i lejonte më. Unë si thash që vuaj, kisha shumë dhimbje dhe më dilte shumë qelb nga veshka, nga mbrapa. Edhe nuk më çonte në doktor, të lutem, thash nuk mundem, kisha shumë kriza dhe kur vetëm në spital, një të merë, si në për filma, dhe me thënë, unë i kokën, mos e ngri kokën, dhe me thënë, unë kisha dhimbjet e mia, edhe kisha një, nuk e di si të shpjegoj në këto momente. Pra, ai xhelozonte edhe kur ti shkoje në spital me dhimbje. Po, nuk më linte as të veja në doktor, domethënë kur futesh edhe doktorët nuk më shikonin. Por pse nuk e lëm? Sepse ai thotë kështu. Pse nuk e lëm përpara? Po zemër, është për hir të fëmijëve thash do ndryshoj, pe pash që nuk po ndryshonte, po bënte më keq. Më fal do ndryshoj. Dhe kemi një familje. Por nuk ndryshoj, më keq u bë situata. Dhe momenti që ti morë guximin dhe i the që do të ndaj, do vazhdo largohu. Nuk mundem më dhe unë këtu nuk u tregova e zgjuar sepse ai prandaj e bëri këtë gjë. Këtu nuk u tregova e zgjuar sepse ai prandaj e bëri këtë gjë, kur unë i thash kërkova ndarjen që nuk mundem më, të kam falur plot herë, po ti akoma vazhdon. Ai kërkonte prej teje që ai xhelozonte, ai qartë xheloz ndaj teje, ai kërkonte prej teje që ti të bëhesh edhe ti një muslimane e devotshme, të mbaje shamin dhe të ndiqje rritet e ti. Po, unë kisha hequr shamin, vetëm ndishesha me të gjata. Kur dilja me të, nuk kishte shanse që unë të veja në supermarket, ose mos o zot, të kisha dhimbje koke, mos të kisha një pije, një ilaç për dhimbjen e kokës, unë nuk mund të zbrisja poshtë. Dhe me thënë dhe supermarketin, po nuk mund të bënda ai, do më ndihmonte mami, tezja, do më blinde për fëmijët. Fëmijët ai çonte, ai merrte. Po si ke jetuar kështu 7 vite? Një vajzë... Jetuar si në burg, unë mbyta, po më shumë për veten jo, më shumë e mora këtë vendim për fëmijët. Sepse më shikonin që unë nuk isha mirë. Por nëna jote, familjarët e tu, nuk reaguan kur e pa situatën? Po, të gjithë më thoshin lije, ajde të ti bëjmë, dhe me thënë këto, që ai po të merë të fëmijët, ta kapnin direkt, kupton? Edhe unë thosha jo, se nuk më bën këtë gjë. I do fëmijët, më do mua, nuk do më bëj këtë gjë kur. Por marrëdhënia me fëmijët si kishte marrëdhënien babai me 2 fëmijët? Mirë, nuk është se thjesht nuk rinte me fëmijët, nuk loste me fëmijët. Por kjo. Ti vendose shamin në kokë kur vajte për herë të parë në Turqi sepse ai ta kërkoi. Dhe kur nuk kthevëm prapë në Greqi, unë e mbajta këtë gjë. Shamin, pa dëshirën tënde besoj. Filloja avash, dhe me thënë xhelozin që unë isha me Shamin dhe nuk dilja vetëm me ata. Xhelozonte akoma dhe aty.
E të mërshme, gjithë situatë. E të mërshme, po, që ishte 24 me mua, në shtëpi dhe akoma xhelozonte. Po ta gjende perden hapur, ose pse është perdja hapur. Kur dilte do mbyllte dhe derën. Dhe me thanë, prandaj dhe unë mbusha, Si? të rroba për fëmijët, po thash edhe fëmijët nuk do jenë mirë në këtë lidhje. Vjollca, po më shokon. Kur vinte në shtëpi dhe i gjente perden e hapur, thoshte kush e ka hapur perden? Po. Dhe të kyçte në shtëpi? Po, kishte raste që e mbyll të derën dhe thoshte që e kam kështu e mbyll haroj. Por ai ka qenë i sëmur psiqik. Sepse të gjithë mund të jenë xhelos nga pak në lidhjen e tyre, por këto janë ekstreme dhe janë njerëz të sëmur, kalon në sëmundje kjo e gjitha më pas. Po. Por ti e vure shamin pa dëshirën tënde. Pa dëshirën time, po. Kur e hoqesh, Puna për respekt. Kur e hoqa, me thënë, i thash që ti vërtet je xheloz, unë bëra gjithçka për ty, vura shamin, mbajta traditat e tua dhe ti akoma vazhdon xhelozon? Po e shamin, sepse unë shamin e vura për ty, nuk e kam me dëshirë. Edhe e hoqa. dhe si reagoi ai më... Nuk donte si fillim, pastaj u lë prap. Përveç se ka qenë xheloz dhe ekstrem dhe të ka mbyllur në burg, ka ushtruar dhunë ndaj teje apo nuk ka qenë dhunus? Më shumë me fjalë. Dhunë psikologjike. Më shumë me fjalë, më kërcënonte me fjalë. E dashur vjollca, unë e kuptoj dhimbjen që ti përjeton, është shumë e rëndë kjo që të ka ndodhur, që 2 fëmijët i ka marrë babai dhe mbi të gjithë meraku është se ata jetojnë në Siri dhe nuk janë në një nga vendet e Europës dhe ti je e qetë që ata kanë një jetë, një mirëqenie të mirë, por Dua sa më shpejt që të jenë pranë meje, këtë gjë. E juve si staf, si Odeta, mund të më ndihmoni për këtë pjesë? ajo që unë do të këshilloja është që ti të lidhesh direkt edhe me ministrin ton të jashtme për të denoncuar këtë rast, edhe në ministrin ton të drejtësisë, ku më pas të bëhen procedurat dhe për të arritur tek babai i fëmijëve. Duhet të vinë në Shqipëri për këtë gjë? Patjetër, unë ta këshilloj këtë gjë që pasi ti të bësh operacionin, sepse në këto momente primar është shëndeti jot. Është shumë e rëndësishme të kujdesesh për veten tënde, të shërohesh një herë vetë. Janë edhe fëmijët. Sepse janë të vegjël. E di, por pas Edhe ata nuk kujdesen, siç mund të kujdesem unë. Por- Nuk e kanë, fëmijët i lënë kështu. e marr me mend. Kam parë shumë video nga fëmijët që jetojnë në Siri, qoftë sirian, por edhe fëmijë që shkojnë nga Europa në atë vend. E dashur vjollca, Nuk mund të më ndihmoni me avokat në Shqipëri dhe unë të vi, apo duhet të vi kur të Por marroj pas- me kismet? pas Operimin të kujtave, unë do të ndihmoj me një avokat që ti të lidhesh, do të dërgoj numrin e tij të lidhesh dhe unë do t'ja sqaroj gjithë situatën dhe ai të ndihmoj, por pas operacionit, sepse ke tani afër operacionin, patjetër që merr pak veten tënde, të shërohesh dhe të nisim së bashku këtë rrugëtim që është goxha i vështirë për kthimin e 2 fëmijëve të tu të mitur të vinë aty në Greqi ku ti jeton dhe e kuptoj dhimbjen tënde dhe e besoj që të ka marrë malli shumë për ta sepse ke 3 muaj. Dhe përpara se të japësh një mesazh atyre shqiptarëve që jetojnë në Siri, që ndoshta mund të na ndjekin dhe të shkojnë tek vendi, e përsërisim edhe një herë vendi në Siri ku jetojnë fëmijët? Me Jadin, Derezor. Quhet fshati. Fshati quhet Derezor, po. Me Jadin është qyteti. E qartë, fëmijët e tu jetojnë me babain tënd, që babai i fëmijëve quhet? Abdulrahman Al-Zakharia. Ndërsa fëmijët janë të vegjël, më the 5 dhe 3 vjeç. 5 vjeç është i madhi dhe 3 vjeç i voçki. I madhi quhet Muhamet. Muhamet po dhe i vogli Omar. Të ka marrë shumë malli për të dy. Që është gjë e parë është të jem mirë, edhe të më marrin telefon të dëgjoj zërin dhe kam shpresa tek ju, se çdo gjë që kam bërë deri tani më jam sikur jam me zero nga fillimi 3 muaj. E dashur vjollca, por shqiptarët që jetojnë në Siri, kush është mesazhi që do i përcjellësh për 2 fëmijët? Dua ndihmën
e shqiptarëve që po janë atje të më ndihmojnë, të më shikojnë ligjet, si mund të më ndihmojnë dhe të më lidhin. Të më lidhin atje. Të më ndihmojnë, ju lutem. Që unë të bashkoj me fëmijët e mi. Sinqerisht ta uroj me zemër të bashkohesh sa më shpejt me dy të vegjëlit e tu, jepi forca vetes, për mos u dorëzo, jepi forca vetes. Nuk dorëzohem, se shpresat nuk i kam humbur, ajo është që po të humb shpresat, thjesht kjo është. Çdo gjë që kam goditur deri tani një port, asnjë nuk më ka dhënë shpresa. Por unë nuk i humb shpresat derisa të jem me fëmijët e mi. Dhe jam i sigurt që nuk do t'i humbësh shpresat derisa ti të bashkohesh me fëmijët, dhe është shumë e rëndësishme, Vjollca, kujdesu për veten tënde. Gjëja më e rëndësishme janë fëmijët për mua në këto momente. Të besoj. Janë të vegjël dhe kanë nevojë për mua, siç unë kam nevojë për ata. Ne do mbetemi bashkë në kontakt dhe me zemër ta them që do bëj gjithçka për të ndihmuar. Shumë faleminderit. Të përqafoj, Vjollca. Të përqafoj, shumë faleminderit. Mirë të dashur miq, dëgjuam historinë e dhimbshme të kësaj nëne, e cila vetëm lotoi gjatë gjithë kohës që ishte live me mua, ku bëri një thirrje gjithë shqiptarëve që jetojnë në Siri për ta ndihmuar, një nënë që nuk i njeh ligjet e atij vendi, ritet e fesë muslimane që le të themi praktikohen në Siri, dhe gjithë meraku i saj janë dy fëmijët, jeta e tyre në Siri, pasi bashkëshorti i ka kërkuar që ajo të rikthehet në Siri, të jetojë me atë, të jetë si gruaja e parë, por fëmijët nuk do t'ja kthejnë në Greqi. Kështu që kjo nën kërkon ndihmë dhe unë lutem dhe shpresoj që kjo nën me emrin Vjollca të bashkohet sa më shpejt me fëmijët e saj dhe mbi të gjitha Zoti t'i japi shëndet dhe jetë, sepse vetëm për pak ditë ajo do të bëj një ndryrje të vështirë ku do të heqë njërin veshk pasi ka probleme të mëdha dhe me shëndetin. I premtova që ta lidh me avokatët që unë operoj me emisionet e mia dhe lutemi të gjithë që të bashkohet me fëmijët. Mirë, kemi ardhur në fund edhe për këtë video. Ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim këtu në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori të trishta njerëzore, histori shqiptare. Mirë, faleminderit që më ndoqët dhe takohemi nesër. Mos harroni live ora 10 këtu vendi takimit në YouTube.